Qysh llogaritën numrat, profesor, sepse kemi edhe titullin paqartësia e numrave. Jo, nuk është thjesht, domethënë, por aktualisht janë bërë dy ligje për numërimin e votave në nivel kombëtar dhe në nivel lokal është i ndryshëm. Domethënë, në nivel lokal votat llogaritën duke i pjesëtuar numrin e votave të partive me 1, me 3, me 5, me 7, me kështu me radhë. Kurse në nivel kombëtar me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kështu me radhë, domethënë me të gjithë numrat. Edhe kjo metoda se si llogaritën votat në nivel kombëtar i favorizon partitë të mëdha. Kurse ajo se si llogaritën në nivel lokal i favorizon partitë të vogla. Sikur për shembull të ishte i njëjti ligj si për nivel kombëtar si nivel lokal, zonë PDK-ja në komunën veriore të Mitrovicës nuk do të kishte asamblejist. Por fatbarësisht llogaritet me këto me tjetër metodë dhe ka asamblejistin e vet. Tash shtrohet pyetja çka përfitimi i kësaj llogaritje. Shtrohet pyetja tek partitë të cilat nuk arrin më fut në parlament, votat e tyre sistemi i don. Edhe çat pjesë të votave, për shembull, sistemi ky që është për nivel kombëtar, më shumë ja shpërndan që në partisë më të mëdha. A janë shpërndarë me në shkurt? Po, natyrisht, domethënë votat e listës për familje dhe votat që kemi diskutuar para në shkurtit që po i ka shpërndarë sistemi vet. Ai në fakt ato thjesht injorohen, mirë po vetë sistemi i çon te partia më e madhe. I çon te partia më e madhe, por i çon edhe te partitë të tjera, varësisht pej numrave që janë. Shumë thjesht është mu llogarit, domethënë krijohet matrica e votave partive, pjesëtohen me 1, 2, 3 deri 100, edhe në këtë tabelë zgjidhen në këtë tabelë që për shembull nëse kanë hyrë 5 parti e kanë kalu pragun, domethënë kur ato janë 5 numra, numri i votave tyne pjesëtu për 100 dalin 5 herë 100, 500, 500 numra, në 500 numra zgjedhen 100 numrat më të mëdha edhe që ata futen në parlament. Mirë, domethënë e kam dëgjuar edhe këtë diskutimin që ALK dhe Nisma mund të mos e kalojnë pragun. Po nëse se kalojnë pragun. Nëse se kalojnë pragun, çfarë shumicën domethënë atëherë e këtyre deputetëve për mbi përqindjen i shtohen partisë më të madhe. Pra vetëvendosja nuk ka nevojë për partner në koalicion. Jo, nëse AK-ja Nisma nuk kalojnë pragun, simbas tash nuk e dim na rezultatin zgjedhjen, na veç po paragjykojmë. Po nëse për shembull po i shqyrtojmë gjitha mundësitë që mundën me ndodhë. Supozojmë që domethënë rezultatet janë përqindjet, domethënë të partive janë njësoj siç kanë qenë zgjedhjet e nënshkurtit, atëherë bën që domethënë kjo ti ketë 4% Aleanca, 2% Nisma, edhe 42.6% vetëvendosja, 20% se ka pas PDK-ja, LDK-ja më pak. Nëse e supozojmë këtë rezultat, atëherë, meqense këto Nisma Aleanca nuk janë në koalicion, nuk hinë në parlament, qëta 8 deputet, shumica i shkojnë, 5 deputet i shkojnë vetëvendosjes, 2 PDK-s, 1 LDK-s. Me të njëjtën përqindje, por ta marrin, domethënë, ta numri këtyre deputetëve ju rritet tyre partive. Tash, por rezultatet mund të jenë të ndryshme, po na nuk i dim, na veç mund të paragjykojmë përqindjet tani për tani, kem drejt me i paragjyku, me dhonë prognoza, me këshyre tani më shty, kush për qëllojmë. Më ofera unë afërdita. Edhe me bo baste në studio televizive, pse jo, më pas baste që unë afërdita asnjëherë nuk është që kur e kemi fitu në fakt, nuk është që e kam përfundu ata bastin që e kanë dhënë. Zgjedhjet e kaluara, unë 2-3 muaj para zgjedhjeve, kam thonë që vetëvendosit të t'i ketë 50 deputet. Edhe kanë kohën simpatizantët e vetëvendosjes më shonin ma shumë se sa E tash këto zgjedhja a ke naj prognozë? Dim, unë po mendojnë duke marrë parasysh shumë faktorë
që vetëvendosja mund të jetë 45%, për një 2% ma shumë se sa në zgjedhjet. Ma shumë se në zgjedhjet e nën shkurtit, po 2% se ta mendej janë nëse dëni me arsyet, mi thonë pse po mendoj. Që tu do ashta me dalë, pse po mendojnë që 2% më shumë është rritë vetëvendosja? Në zgjedhjet e nën shkurtit, kjo partia Lista për Familjen, që i ka mbledh kryesisht votuesin fetar musliman, i ka fitu sa 2% a 3%? Qashtë, po. 3%. Jo, duhet diçka. Duhet diçka. Edhe tash kjo o shpërnda në LDK dhe në PDK, mirë po, faktikisht, kjo përqindje është ajo që e ka zvogluë, po mendoj përqindjen e vetëvendosjes, për në krahasim me zgjedhjet e para 5 viteve tash po bërë, por ky me premtimin për ngritjen e xhamisë së Ibrit, faktikisht i ka marrë këto vota, i ka rikthye Albin Kurti. Se po thu që ai Gjilonit interesën Mitrovica, po xhamia Ibrit? Nuk është, shiko, çështja nuk konsiderohet veç ashtu. Është problemi që për shembull xhamia Ibrit nuk është një xhami për 800 xhamive që janë në Kosovë. Nuk është veç një çështje, është një simbol i krenarisë kombëtare, fetare, sepse në veri të Kosovës nuk ka asnjë xhami. Domthonë se të gjitha i kanë rënuar. Dhe në këto 26 vite, i vetmi person që kam insistuar më rindërtu xhamia Ibrit, që kam premtuar edhe në fushatat zgjedhore të kam qenë unë. I dyti mas meje, ka dalë edhe këtë e ka kundërshtuar Bashkia Islame e Kosovës. Madje përveç me në fakt person u kona dhe generali Byler në vitin 2009-2010, i cili ka dhënë iniciativën për më ngrit xhamia, por qytetërisht Bashkia Islame e Kosovës ka qenë që ka kundërshtu, ka thonë një skemi siguri. Edhe kur komandanti i KFOR-it e ka premtu, ka thonë një skemi siguri. Ma vonë jo si janë pjek kushtet politike, për mu këtojnë arsye Bashkia Islame e Kosovës është kogja kompetente me na tregu neve për shembull në aspektin fetar, ne referohemi bikut për këtë pjesë. Veç aspektin fetar. Edhe i ka analizuar shumë mirë besoj që Bashkia Islame këto çështje. Nuk mundet me ditë më mirë politika se biku për xhami. Me çështje politike, me çështje të sigurisë, merret KFOR-i, merret qeveria e Kosovës e tjerë. Ajo edhe tash kur e ka propozuar Albin Kurti nuk po reagon. As nuk po e kundërshton, as nuk po e falenderon. Kush? Bashkia Islame. Po është fushat një herë ka dalë. Se kjo veç fjalë fushatës është. Dhe më thonë, çështja e xhamisë Ibrit është më tepër çështje politike në radhë të parë. Po na shoh së mirë heq me përfshin këtë pjesë. Është, domethënë, çështja e drejtave të njerëzit. Edhe fakti që i ka përmend Albin Kurti, por nuk e ka përmend për shembull Bedri Hamza, që Bedri Hamza e den rëndësinë edhe më mirë se Albin Kurti. Nështë ka çështje më të rëndësishme në. Jo, po nuk çështja ekonomike besoj që është shumë e rëndësishme se kjo. Edhe kjo... E Albin Kurti guxon shumë, trem. Nuk e di për kur vjen Bedri Hamza... Po jo, ne kur e thush, ti nuk guxon, ti konstatove, na tregon. Jo, unë konstatove, po jo, pse ai, unë e di, se ai se ka përmend, se fakti është që ai nuk e përmend. Po mendoj që ka gjona më primare, veç pak. Nuk është që nuk e di nënësi. Mendoj që ka gjona më primare për mu përmend se Bedri Hamza. Mirë, profesor... Po, dhe spjegime se pse jo në pikë. Se tutat, i tutat që i thojnë Amerikanët e klasifikojnë në fundamentalist islamik, ose i thojnë... Jo, profesor, që problem nuk kemi. Jo, fundamentalizmi ka tjera parime, one. Që problem nuk kemi. Tjera parime o fundamentalizmi.